Me të njëjtën këmbgulje dhe pankarta kundër qeverisë, qytetarët vijuan grumbullimin në ditën e 52 të protestës. Nga podiumi improvizuar para kryeministrisë, aktivistët i bën thirrje SPAK-ut të veprojë për të hetuar kryeministrin dhe përfshirjen e tij në shumë skandale në mënyrë që të përmbush pritshmëritë e publikut si institucioni më i besueshëm për shqiptarët. Taulan Balla thotë që po shuhet protesta, po kumure dërdimen. Nëse titull e gazetave, nëse gazeta lexon nga miliona njerëz në gjithë botën, nëse mbështetet nga gjithë shqiptarët e diasporës, nëse mbështetet nga mijëra shqiptarë çdo ditë nga protesta kudo, bëjë mirë llogari se nuk janë më qindra, po janë miliona njerëz. Ka dalë boja me atë propagandën tënde, ik me rrugët, je ke vendin para drejtësisë. Dhe për të vazhduar, të ditë ka pasur një deklarat të fortë nga një europarlamentar gjerman, i cili akuzon drejt për drejt kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama për pastim të parave përmes familjes tij. Ai deklaron se Edi Rama nuk po bëhet vetëm pengesë për demokracinë, për vjedhjen e zgjedhjeve, por pastron parat e pista përmes familjarëve. Dhe atëre pyetja që bëjmë ne shqiptarët, ku je SPAK? Pse nuk ka vetime për kryeministrin e Shqipërisë? Çfarë bën që pelpëson ato komisionet parlamentare? Dhe gjithë shqiptarët i kanë sytë nga SPAK-u, janë këtu për bërë drejtësi, për vendosur drejtësinë atë të pavarur. Ne po i kurajojmë SPAK-un dita ditës me mesazhet tona, por durimi ka një kufi. SPAK duhet të hapësh hetime për kryeministrin shqiptar. Me kërkesën për më shumë solidaritet edhe nga ata qytetarë që e kanë parë me skepticizëm protestën, drithijet mbi prokurorinë e posaçme shtohen për aq kohë sa nuk ka asnjë procedim ndaj numrit 1 të ekzekutivit. Mu protesta më duket shumë e mirë, nuk më pëlqen indiferenca, se unë banoj në kombinat, kur vi nga kombinati më bën përshtypje si që ndojnë kafe. Ta persona që rrinë kafe ka mundësi që funksionojnë me ujë se me gjak kjo. Ka 1001 arsye për të qenë këtu. Unë për shembull vi, jam shpirti i protestës pa pas asnjë pikpamje partijake. Por vi protestoj për Arditin, Ardit Gjoklajn, për Rashën, protestoj edhe për djalin që vran në shkollë atje. Protestoj për 1001 arsye, unë kam qenë policë me burgjet vetë. Skandal, denigrohen policët e burgjeve në mënyrën më të keqe të mundshme. Paga bërnut fare. Ushqimet ka 3 vjetë që nuk marrin trajtimin ushqimor. A i zotëria dele thot që sistemin penitenciare kanë bërë lule. Mashtron. Nuk kanë ujë, po të shkosh tash te burgu 313, ata punojnë në kushte me 50 gradë dhe nuk kanë ujë për të pi, ose ujë për të pi nuk pijet ai ujë, pas të freskojnë faqet. Pra nuk ka shëndetësi, nuk ka siguri, nuk ka drejtësi. SPAK-u është kot. Kemi bë drejtësi të re, nuk kemi bë. Po të kishte drejtësi, Belinda Balluku do t'ishte brenda. Do t'ishte prapa hekurave. E mbajnë ata në syrtar, u randu situata, u randu në kushtet për të qenë arrestume, nuk e sjellin. Pse? Sepse do e sjellin pasi tjetë mbyll parlamenti. Këta janë bashkëpunëtor. SPAK-u me shtetin janë bashkëpunëtor. Edhe ne dim protestojmë dhunshëm, si Nepali, si Franca, se këto vendet e Europës ne na thonë jo protestat dhunshme. Po ato ne do marrim modelin e atyre. Ose ky nëse do modelin e vet të 21 janarit, edhe atë e dim ta bëjmë ne. Po t'ju bim këtyre, jo të djegim makinat si që do gjiktu makinat private. Theksi u vu edhe insistimi i kreut të qeverisë për të mos u tërhequr nga paketa e maleve në një kohë kur shumë zona vuajnë mungesën e ujit dhe energjisë elektrike. Sot 52 ditë dhe kryeministri jon sjelljen tonë paqësore dhe qytetare e merr për dobësi. Sot kryeministri tha që nuk tërhiqet nga paketa e maleve. Tha që do ta bëj si Zvicra. Tha që shqiptarët do marrin tokat e të parëve të tyre për 1 euro. Tash e lidh një pyetje. Kush do t'i marrë këto toka?
Ku ja këta qytetarë? Shqipëria është populluar e gjitha. Unë sfidoj kryeministrin të shkoj atje në fshatin tim. Fshati im quhet Alkomemaj në krajinë e Tepelenës. Nuk ka rrugë për të vajtur, nuk ka drita, nuk ka ujë të pishëm. Shtëpit ka rënë dhe ka mbuluar pimësia. Nuk ka shërbime, por mbi të gjitha nuk ka njerëz. E atëherë, zoti kryeministër, kush do t'i marri këto toka? Kush do vi këtu dhe të marri toka tona? Mos të harrojnë që para disa ditësh u kalua dhe i ligj tjetër për shitje e toka e bujësore. Pra tokat bujësore po shiten, tokat në mal po shiten, deti po shiten, gjithë Shqipëria është në shitje dhe kryeministri ri aty na bë se hir. 52 ditë dhe këmbgulja për të vazhduar qëndresën gjatë, vijet e re dukshëm të protestuesit. Ata vijuan marshimin e tyre me pankarta në dorë nëpër rrugët e Tiranës deri në orët e vona të natës.